Këto ishin pra sepse këto janë të filmuara, kurse banda e shytëve e armatosur në afërsitë qendrës votimit, që qëndronte duke terrorizuar votuesit. Këtyre e vërtet e këtyre zgjedhjeve ishte krimi. Askush s'mund ta fsheh. Pyetje? News 24. Tani. E vërteta është që zgjedhjet I ka damkosur në mënyrë përfundimtare misioni vëzhguesve të OSBE-s, ODIHR-it, Parlamenti Evropian dhe Këshillit të Europës. Kjo është e vërteta. E vërteta tjetër, mendoj unë, se Shtetet e Bashkuara, bazuar në këto dokumenta dhe natyrisht në informacionet tjera që kanë vetë, nuk janë shprehur për këto zgjedhje duke respektuar standardin ndërkombëtar në këto raste, I cili kërkon që raste si këto, qëndrimet të shprehen pasi të finalizohet procesi me të gjithë problematikat e tij. Ka patur për shkak të summitit pronësime të avancuara në kohë, por besimi ynë I plot është se qeveritë e këtyre vendeve, pasi të njihen me raportin përfundimtar të opozitës dhe vëzhguesve, do mbajnë qëndrim në mbështetje të votës së lirë të shqiptarëve dhe jo farsës elektorale të Edi Ramës. Qëndrimi ynë bazohet mbi të vërteta të pamohueshme. Me asgjë s'mund të mbulohen. Me asgjë s'mund të mbulohet. Farsa elektorale dhe shkelja e të gjitha parimeve bazë. Shkelja e të gjitha parimeve bazë në themelore të zgjedhjeve elektorale të sankcionuara këto në raportin paraprak të OSBE-ODIHR-it. Por ka persona që u intereson të lexojnë vetëm një frazë. Ata mashtrojnë vetën dhe të tjerët. Raporti I referohet kartës së Kopenhagenit, dokumentit Kopenhagenit për zgjedhjet, kodit të Venecias, dokument të Këshillit të Europës për zgjedhjet, të Komitetit të Organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe një sëri dokumentash tjera. Sipas këtij raporti janë thyer dhe dhunuar nene themelore të 15 dokumentave kryesor që ekzistojnë sot për drejtat e njeriut dhe zgjedhjet e lira. Kështu që zgjedhjet janë një kufom e pakallur akoma. Janë të vdekura. Dhe pyetja e dytë... Ndaj dhe ti e pe vetë takimin si ishte, mortor, merë shife, ata po të kishin mundësi as qerpik nuk I lëviznin. Aq të ngrirë,
s'kisha pa ftyra në njerë. As në filmat. As në filmat me narkos nuk kishe pa ftyrat atilla që nuk lëviznin. Po? Dhe pyetja tjetër, zoti Berisha, pa 8 vitet e Bashës si kryetari i Partisë Demokratike, këtë forcë politike e keni drejtuar ju. Pra 20 e ca vite drejtuesi i kësaj force politike keni qenë ju. A nuk e keni menduar ndonjëherë se lënia e kësaj force politike, një leadershipi të ri do jepte një tjetër frymarrje për të përballur me këtë regjim që ju e cilësoni? Edhe njerë këtë sa vite the? Mos të bëj në gabim, thash 20 e ca vite duke hequr 8 vitet e Bashës. Po. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më nështrohet mu dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri, erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodhe në antarësia e PD-s, po unë e mbështeta, masi u zgjodhe e mbështeta, pa diskutim sepse unë isha thjesht një antar partije loajal i forcës sime politike, por s'mund thosh se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këte, se unë kur nuk besoj në të pasrëndësueshëm. Por pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që kam provuar. Kam faktur. Dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të. Unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjërat e re do të jetë një shans i madh për forcën politike. Po, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës.